Nuk ka edhe patriot edhe hajnë. Ose patriot, ose hajnë. Nuk ka edhe çlirimtar edhe zullumçar. Ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi të patriotizmi, kur jemi të patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, që lirues drejt barazis me popujt e tjerë, kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushaj bak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojnë. Po mas ne i tha, po pushoj pak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korupcion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekondat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin ton, vazhdon edhe pak pas vdekjes. Sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur. Me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jonë i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne. E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami.